Në ndërkohë, ata të cilët dëshirojnë ta kenë antarësimin e rregullt, ta zëm, unë dëshiroj të jem pjesë gjatë gjithë vitit. E keni këtë mundësinë që mos ta kemi obligimin çdo muaj me kry pagesa, edhe e vije paguaj për 12 muaj pilates dhe yoga dhe fizioterapin ose shërbimet e flokëve. Momentalisht i kemi pakot vetëm mujore. Okej. Edhe në të ardhmen ndoshta të afërt, po e kemi menduar dhe diçka të tillë me ofru si shërbime qoftë vjetore ose me periudha më të gjata se sa një muaj. Ajo që kam la përshtypje kur isha me vizitu Cloud 11 ishte edhe qoshi i kafes, që kishte gjona shumë unike, ndërto edhe matcha që krijohen në një formë pak ma unike, me një recetë ma ndryshe se zakonshme. A mund të mos jem klienti i asnjënit prej shërbimeve tjera dhe të vit marr një matcha ose një kafe nga qoshi që e keni është të bukur aty? Po, pjesa e barit është e hapur edhe për klientë jashtëm. Jo, domosdoshmërisht duhesh me marrë një shërbim tonin ose me ndjek një klasë të jogës ose pilates për me pas mundësinë me ardhur te pjesa e barit për me shiju një matcha vërtet shumë të shishme, prej cilave kemi pas bajagi komente pozitive që është një recetë që bëhet pak më ndryshe. Edhe me xheloziru i ka djali. Është vërtet e ruan bajagi me konfidencialitet recetën. I thash po për shikues jo, tha nuk mund. Po, do me thënë nuk është obligative me qenë pjesë e shërbimeve, me marrë shërbime prej Cloud 11, për me pas mundësinë me shiju një matcha të mirë. Pjesa e pritjes edhe pjesa e barit është plotësisht e hapur edhe për klientat e jashtëm.